Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun Azza wa Jall e falenderojmë. Ai është krijuesi i qiellit dhe tokës. Ai ka fuqi për çdo gjë dhe tek ai është kthimi. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Andaj paqet, lavdët e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Kemi mbetë të komentimi mëkateve të mëdha, të mëkati i radhës, ku thot autori bab ighdhabu az-zawj, kapitulli që flet për zemrimin e bashkëshortit. Pra një nga mëkatet e mëdha, një nga gjunat e mëdha, është edhe zemrimi i bashkëshortit. Nga së është obligim për gratë që t'i respektojnë burrat e tyne, të bindën atyne dhe të mos i zemrojnë ata. Autori të këtë kapitull ka sjell fillimisht ajetin kuranor, ku Allahu Azza wa Jall i ndon gratë në dy grupe. Gra besimtare të mira, të dëgjueshme, të bindura, edhe ndaj burrave të tyre, po dhe ato të cilat nuk janë të bindura, dhe flet thot fas-salihatu qanitatun hafizatu lil-ghaibi bima hafizallah. Allah Azza wa Jall, e gratë e mira janë ato cilat janë të dëgjueshme. El-qanitat, mas pari es-salihat, gratë mira, es-salah, do të thotë është një cilësi e atij njeriu i cili është i vazhdueshëm në bindje ndaj Allahut. Po besimtari i mirë është ai i cili në vazhdimsi i bindet Allahut Azza wa Jall. Dhe përveç që i përmbush urdhrat e Allahut, ruhet nga mëkatet, sidomos mëkatet e mëdha. Dhe thot janë qanitat. Qanitat vjen në dy kuptime. Vjen kuptimin e vazhdueshmërisë në punë të mira dhe në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, mirë po vjen edhe në kuptimin siç e kanë komentuar disa prej komentuesve, që është fjala për el-muti'at, ato që i binden burrave të tyre. Pra gratë të mira, të devotshme, janë ato gratë të cilat i bindet burrave të tyre. Hafizatu lil-ghaibi bima hafizallah. Pra të cilat i ruajnë fshehtësitë që Allahu i ka urdhëruar. Ose kuptimi tjetër, i ruajnë fshehtësitë me ndihmën e Allahut, pra me suksesin e Allahut. Andaj, që është detyrim dhe është obligimi i grave dhe gratë e ndershme kështu veprojnë. I ruajnë shëtësinë e burrit, e ruajnë moralin, e ruajnë pasuninë e tij, i ruajnë evlatët e tij, e ruajnë pozitën e tij, nderin e tij, e kështu me radhë. Janë kujdesshme për ata edhe Allahu i ka lavdruar pra në këtë ajet kuranor dhe kështu i ka cilësuar gratë e ndershme. Dërsa në vazhdim, autori sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot: "Walladhi nafsi bi yadihi", betohet pejgamberi alayhis salam, pasha atë në dorën e cilit është shpirti im. "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataba alayhi illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan alayhi hatta yarda alayha zawjaha." Thot pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, nuk ka burr i cili e fton bashkëshortin e tij në shtrat. Dhe ajo nuk pranon ose refuzon, vetëse ai i cili është në qiell, fjalën për Allahun Azza wa Jall, ai i cili është në qiell është i zemrum mbi atë grup derisa burri i saj të jetë i kënaqur me ta. E gjithsesi, një nga shenjat që dallojnë mëkatin e madh është ato gjunohe të cilat sjellin zemrimin e Allahut. Pra ai që është në qiell, Allahu subhanahu wa taala është i zemrum me atë grup. Ose transmetimi tjetër
illa la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Vetë se kanë me mallku me lajket derisa të zgjohet. Që dhe kjo është shenjë tjetër e mëkatit madh. E një transmetim ka ardhur wa batat wa zawjuha ghadban 'alayha. E zën gjumi duke qenë burri i saj i zemëruar me të. Për këtij transmetimi tregojnë ulemaja, thonë se zemrimi i Allahut ose mallkimi me lajkeve është lidh me gjendjen e burrit. A është i zemëruar ajo dhe nëse burri e arsyeton bashortën e tij, ose është smut, ose lodhën, ose arsye ndryshme dhe e arsyeton, atëherë këto shpresa që ajet mos ketë rënë këtë mëkat. Për ndryshe bjen mëkat madh. Për me tregu pozitën e burrit, realisht ka shtim veti, mirë po autori vetëm synon mi përmend me definuese me pro argumente me tregu për një mëkat që është i madh. Se për ndryshe kjo është e me gjanë, po sido që tjetë ka sjellë edhe një hadith për me tregu pozitën e burrit. Edhe pozitën e burrit ose respektimin që bashortja duhet me pas për burrin, duhet me bën rend parë për Allahun. Me ditë që me atë vepër që e ban është i bind Allahut, është të adhuru Allahun. Për ata dhe salah është e ka këtë kuptim që thamë, kur Allah ka përmend këto gratë që janë salihat, është fjala për gratë të cilat janë vazhdimsi në bindjen e Allahut me sinqeritet në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë, ky është ai dallimi që nuk edhe bashorti është më vonë e sjell autori atje më vonë edhe çështjen. Njeriu kur bën për familjen e tij duhet me bë në kuptimin se e ka obligim. Më kujdes për bashortën, për fëmijën, për shtëpinë, për gjona dhe këto me bë me një të mirë, po bën punë të mirë, punë që e don Allahu. Edhe në këtë rast, bashortët duhet ta dinë pozitën e burrave të tyre, të respektojnë në rend të parë pse është obligim i Allahut. Dhe me këtë vepër i afrohen Allahut, me këtë vepër e fitojnë kënaqësinë e Allahut. E përndryshe është ndëshkimi pastaj, aty kur zemrimi i burrit është edhe zemrimi i Allahut. Sot pejgamberi alayhis salam, nëse hadithi ka një tregim, është në ngjarje. Një prej sahabive shkon në Sham, edhe i sheh se si të krishterët i përulën priftrinjeve atje ose prisave të tyne duke i rënë në sejdë. Atëherë vjen edhe meraj si të mirëqen ato dhe një lloj nderimi, edhe vjen ky njeri dhe i bën sejdë pejgamberit alayhis salam. Sejdë e përshëndetjes ose respektit, jo adhurimit. Pejgamberi çka thot? Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sikur te kisha urdhëruar dikën mi bë sejdë dikujt, kisha më urdhëruar bashortën mi bë sejdë bashortit të saj. Gruaja mi bë sejdë bashortit të saj. Nuk është fjala sejdë adhurimit, a? Se pejgamberi Allah na rrit më urdhëruar me bë dikush shirk Allahut, me adhuru dikën tjetër. Qëllimi është sejdë respekti dhe përshëndetje, se kjo ka qenë lejuar te popujt më herët. E dim në rastin e Jusufit alayhis salam me dy prindërit e tij, 11 vllaznia që i binë sejdë, po është sejdë e përshëndetjes dhe respektit, jo adhurimit. Mirë, po kjo në shariatin tonë është ndaluar. Është mshël për çdo derë e mundshme, se parimisht nuk është, pra nuk është shirk, parimisht nuk është shirk. Po përderisa është rrugë që njerëzit ka thënë edhe deri në shirk, atëherë e ka mbyll Allah subhanahu wa taala këtë rrugë. Pra, pejgamberi sa për me tregu pozitën e bashortit, sikur te kisha urdhëruar dikan me bë sejdë dikujt, kisha më urdhëruar bashortin me bë sejdë burrit të saj. Mbas këtij kapitulli, autori flet për kapitullin edhe salihin. Pra, lëndimi i njerëzve të mirë, njerëzve të devotshëm. Por nga mëkatet e mëdha dhe nga gjunoat e mëdha. Kjo përmend në shumë kapituj më herët. E ka përmend kapitullin te mëkatet e zemrës, mi urrejt njerëz të mirë. Këtu tash po e përmend mi lëndu tash ata fizikisht mi lëndu. Që është një nga mëkatet e mëdha dhe gjunoat e mëdha. Sot Allah Azza wa Jalla në Kur'an
walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sot ata të cilët i akuzojnë ose i lëndojnë besimtarët dhe besimtarët duke i akuzuar për diçka që ata nuk e kanë bërë. Për me akuzuar me diçka që ata nuk e kanë bërë, ata vetë se kanë ngarku veten e tyre me fajin e shpifjes dhe një mëkat shumë të qartë. Edhe në këtë mëkat kush janë? Njerëzit e parë që bin mëkat janë pa besimtarë. Lëndimet që kanë shkaktuar pejgamberëve, në rastin tonë pa besimtarët, luftën që ja ka vënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, pa din kush është mas tyne në radhë? Janë rafidit të cilët të naturrejt e kanë për njerëzit më të mirë. Ata janë sahabet. Në të naturrejt e për njerëzit më të mirë, sahabet. Alim selam, Allah barkatu. Po kush do që është pastaj pe njerëzve që janë besimtar të mirë, duhet me konë njëri shumë i kujdesshëm. Pra, në përgjithësi njëri duhet me urujt, mos me lëndu kërkon. Po ndaj njerëzve të mirë duhet me pas respekt më të madh. Në familjen tonë, për aty në njerëz që janë të kujdesshëm, janë fetar të mirë, qofshin gjyshi, vllau, motra, nona, baba, përveç obligimeve që i kemi si prind ose si gjysh ose si kur të qenë. Respekti tjetër ose kujdesi tjetër është që ajo feja që ata e kanë duhet me na shtyj që na me konë edhe më të kujdesshëm karshi tyne. E jo mi lëndu. Nga se në lëndimin e tyre dhe zemrimin e tyre shkaktojmë edhe zemrimin e Allahut. Shikoni në vazhdim një ngjarje që ka ndodhur kohën e pejgamberit alayhis salam. Transmetohet se përderisa Ebu Sufjani në kohën kur nuk ka qenë muslimana, në kohën mas marrëveshjes së Hudejbijës, ku ka marrëveshja e lirisë lëvizjes ose me thonë ka pas paqe mes besimtarëve dhe pa besimtarëve, Ebu Sufjani ka lënë pranë Selman el-Farisiut, që ka qenë pra jo arab, ka lënë pranë Suhejb el-Rumi, ka qenë romak, Suhejbi radiallahu anhu, dhe ka lënë pranë Bilalit el-Habeshi i Etiopisë, që realisht mushrikët e Mekës përbi ata që nuk i kanë arab, për ata që i kanë skllëver ose i kanë rob, kanë ushtruar dhunë edhe më të mëdha, kanë bë zullum të madh mi ta. Kanë bë mi gjithë muslimanë, po mi këta kanë bë hala më shumë. Tash Abu Sufjani ka lënë para tyne. O shpoqe, nuk e luftë. Çka thot Selman el-Farisiu? Ose këtu thotë kanë thonë ata tash, bashkë. Nëne ose dikush prej tyre kanë thonë. Ma akhadha suyufullahi ma akhadha min unuqi aduwillah. Shpatat e Allahut nuk kanë goditur sa duhet në qafën e armikut Allahut. Në më thonë që në kanë bo këta zullëm, që kanë luftu këta fejnë Allahut, pak ka godit shpata e Allahut ose shpatat e Allahut, mita. Ebu Bekri kur e dëgjën këtë fjalë, sot, e të kulune hadha li shejhi Kurejshin wa sejidin, për thuni këto, për prisin e Kurejshve dhe zotnin e tyne, i qartana. Allah alem, ke shpjeguar si kur Ebu Bekri ka dosht, mos me lëndu Ebu Sufjanin, me afru, me pranu islamin, mirë po javësot këtë fjallë këtyne. Kur shkon Ebu Bekri radiallahu anhu te pejgamberi alayhis salam dhe i tregon çka kanë thonë ata, edhe çka ka thonë ky, çka i thot Allahu azza wa jall, çka i thot pejgamberi sa, ya Aba Bekr, la'allaka aghdabtahum. O Ebu Bekr, mos i ke zemru, mos i ke zemru pra Selmanin e Suhejbin e Bilalin. La in kunta aghdabtahum faqad aghdabta rabbak. Nëse ke zemru ata, dije që ke zemru Zotin tënë. Përmena, i ke lëndu. Më kesh fjallë mos i ke zemru ata. Dhe nëse ti ke zemru ata, kujna për përja thot këtë fjallë? Ebu Bekrit përja thot këtë fjallë. E qka nëse ke zemru ata? E ke zemru Allahun. Qka me zemru Allahun? Me kati madhë. E na kanë ertojmë, jo në namazin për fali, gibet,
te gibeti s'po hi fort anej, po nashta raki nuk pi, kumor nuk luj, e po jem të urruj pe gjinove të mëdha. Gjinove të mëdha secili prej neve mundet me ra. Shikoni Ebu Bekri radiallahu anhu. E ku jemi na? E ku jemi na që folëm për atë? Edhe nuk e kem dert apo e zemrojmë dikana, apo e mërzitim dikana, apo e dhënojmë dikana. Mund të jetë i dashur i Allahut që mjafton i lutje tinej, edhe hiç lutje me bë, zemrimi i Allahut. Sot nëse ti i ke zemruar ata, dije që ke zemruar Zotin tënd. Kthehet te Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe ju thot, ja ikhwata, la'alli aghdabtukum. Ata Allahu të mi, ndoshta ai ku më zemru. Se njëri gabon do të më kthy njëri me kërku falje. Çka e përgjigjen? Thënë la, jo thot. Yaghfirullahu laka ya ukhayya. Allah të falt, Allah ju. Në thonë që ata e kanë arsyetuar Abu Bekrin, ha? Se merr me thonë dikush që i dul krah qafirit, ha? Se qafir pa besimtar. Që i dul krah qafirit, në çana kanë bozullu me çka kanë. Po e kanë arsyetuar subhanallahu. Edhe tash çire edhe reagimin e këtyre. E kanë arsyetuar. Atëherë njeri duhet të jetë shumë i kujdesshëm se me këtë mund çdo zemrim që bëhet besimtarëve të devotshëm, besimtarë të mirë, me të zemrohet edhe Allahu subhanahu wa taala. Veç edhe njëherë po kthejnë apo thon ku janë ata të cilë vazhdimisht i shohin sahabët, vazhdimisht folin kundër tyre, vazhdimisht i ngarkojnë me akuza e me gjona që kur ata si kanë bërë. Allah i ka pastruar. Këta i cilësojnë me gjona e veprime të cilat Allah dëshmon për ta të kundërtën në Kur'an. Unë nuk ku mendojnë, çfarë islami mendojnë që është ajo. Dhe në këtë kapitull autori përmend edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë men ehana sultan ehanahu Allah. Kush e poshtron sundimtarin ose udhëheqin e ka poshtruar Allahu. Pra nëse dikush do me shfrytëzu situatën dhe me poshtru dikon që është në pozitë, e poshtrimi dhe nënçmimi njerëzve që janë në pozitë dhe kanë pushtet, mundet me ra pozitë aty edhe me shkaktu kaose, më bë gjona, ndoshta me mor hake, mu dirë xhaki, ku me ditë, atë këtë dirë duhet me u mbyll. Dhe ndëshkimi vjen me veprën që njëri bën. Ti e ke nënçmu dikon, atëherë dije se nënçmimi i Allahut bën me ty. Përgjithësi pra njerëz me pozitë, tu nis aspekti sidomos fetar në anë parë. Pastaj edhe njerëz të cilat lidhet me fe, se me u prish me bë kaos në një vend shoqërinë muslimane, ajo faktikisht ku mu prek feja e njerëzve, nderi njerëzve, ku mu prek morali njerëzve, ku mu prek molli njerëzve, se bëhet kaos mo. Bëhet mozet. Atëherë gjitha këto duhet njëri tjetë kujdes. Vazhdim, autori flet kapitullin e radhës rreth emanetit dhe tradhtisë në te. Dhe pastaj e komenton emanetin në një komentim shumë gjanë realisht. Autori, kur e trajton këtë temë, e zgjeron emanetin në kuptimin më të gjonën, duke shti emanet krejt fejnë Allahut. Namaz është emanet, misupet tona. Zakatin e kena emanet, haxhin e kena emanet, kush ka mundsi, agjërimin e kena emanet. Krejt çështjet e fesë kena emanet. Edhe pastaj obligime ndaj tjerëve, e në mesin e këtyre emaneteve është edhe sene që dikush ne ka besuar dhe na kalon me avrujt ose me ambrojt. Mirë, po nuk janë veç këto emanet, se kuptimi më i ngushtë e emanetit është që kjo, ta kalon dikush diçka emanet dhe ti ke me avrujt. Kjo është prej emaneteve të veçanta, mirë, po të gjitha janë emanet. E autori për këtë mas pari e sjell ajetin kuranor, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtet Allahu ju urdhëron që emanetet t'ia ktheni atyne që ju përkasin. Kur diçka tu ka dhënë emanet, do të më çuaj emanetin në vend me kthyte te njerëz që ju përkasin. Gjithashtu ajeti kuranor, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha, thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtet na ju paraqitëm ose ja ofruam emanetin qiejve, tokës, maleve dhe nuk pranuan të abortin atë. Për cilën emanet është fjala? Fjala është për emanetin e përgjithësisë, Allah ju ka ofruar zgjedhje që më ngarku me detyra dhe obligime. Nëse i përmbojnë ato detyra, atë kanë me u shpërbly. Nëse jo, kanë me u ndëshku. E këso ju friksuna.
Fe e bejne, nuk pranun. Bele e shfakne, po të frikë me morë këtë përgjësi. Po në fund e merë njëri këtë përgjësi. Kjo nuk është, kjo është një ndirë në nëse ai që e merë dhe qënë në vend si duhet, ko me fitu gjenetin. Po është emanet, se nëse nuk e përmbush, nëse nuk e qënë vend, është dëshkimi, është gjenemi. Në vazhdim, autori sjell thonin Abdullah ibn Mesudit i cili thot: vrasja në luftën në rrugën e Allahut, promeron njëri shehit dëshmor, sot i falë të gjitha gjunohet përveç emanetit edhe borxhit. Dhe thot, sillet robi ditën e Kiametit. Edhe nëse o vrasët ka rosh shehid në rrugën e Allahut, i thuhet atij eddi emanetik, kthej emanetin ton. Kthej emanetin që ke marrë. Sot ja Rab, Rab, sot o Zot, sot çysh të kthej ku? U shku dynjoja. E kum lona ta manet e kum hum dynjo. Çysh më kthy me marr? Atëherë dhënë Allahu Azza wa Jall, sot intaliqu bihi ila al-hawiya. Çojeni në humnir xhenemit. Kur e çojnë atje, sot i shfaqet emaneti. Ashtu çysh ka qenë këtë dynjo. E sheh dhe e nje, e din që kjo është emaneti që më ka dhënë filoni fisteki e nje. Dhe thot i qoset mbrapa me morr. Sot shkon edhe merr emanetin që ka humbur këtë dynjo, e çetot në krater vend shpinën e tij dhe fillon me u ngjit lart në xhenem. Për me dal. Sot sa ja merrmenja që veç dul, i rrshet pe krave dhe i bjen apet poshtë. Apet sot kthehet me morr. Sot dhe kështu do të duhet me të din ditën e Kiametit. Dhe vazhdon e thot Thumme qal, pastaj ka thonë as-salatu emane, namaz është emanet, abdesi është emanet, peshorja është emanet, masa është emanet, se na e dim që çdo gjona motën do peshohen. Peshorja është emanet, masa është emanet. Dhe ka numëruar të disa prej gjonave dhe ka thonë merona prej tyne është el-wada'i. Gjona që njerë t'i kanë lënë besë dhe t'i kanë besu. Po në kuptimin e përgjithshëm i shtin krejt emanetet. Dhe ky person që dëgjon Abdullah ibn Mesudin shkon te Berra ibn Azib radhiyallahu anhu. Dhe i thot, a nuk e sheh çka po thot Abdullah ibn Mesudi? Po thot kështu. A din thot diçka kjo a krejt kjo krejt këto gjona emanet? Çështu ku me kon dënimi e emanet gjithë? Çka thot Berra? Sot e ka thonë të vërtetën. E ka thonë të vërtetën. Sot, a nuk e dëgjon fjalën e Allahut i cili thot, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha? Sot se vërtet Allah urdhëron që emanetit mi kthyt ata që ju takojnë drejt përkasin? Ajeti i Allahut është i qartë, është obligim. Edhe ai që si kthen është mëkat i madh. Është gjuna i madh për cilën do të jap llogari dhe meriton të shkohet. Pastaj vazhdon të thotë dhe ka thonë Zeid ibn Aslem se agjerimi gusli mos xhenobllokut. Sot edhe gjona tjera të fesë i ka llogarit që janë prej emanetit. Pra me një fjalë gjitha çështjet me cilat njëri është obligu dhe është i ngarkum me to. Përveç saj, ose mas këtij kapitulli, autori kapitullin e radhës flet për pozitat. Pozitat drejtuese që marrin njerëzit ose në fusha të caktuara janë emanet. Janë emanet. Qoftë ajo udhëheqja, qoftë gjykata, ka ditë që kanë marrë pozita edhe poste, qoftë mëftinia me jap fetva, dietar që përcaktojnë këto detyra, këto poste, gjitha këto janë emanete. Secili ku më jap përgjegjësinë për atë që ka besu, a e ka qenë vend emanetin a se ka qenë. Autori në këtë kapitull ka sjell një hadith për Pejgamberit alayhis salam, i cili një njeri pyet, një beduin, pyet ja Rasulullah, kur do ndodh Kiameti? Thot Pejgamberi alayhis salam, idha duyi'at al-amana fantazir as-sa'a. Kur hub emaneti, shpërdorohet emaneti, thot pritet Kiametin. E pyetën ja Rasulullah, e çish hum Kiameti, çish shpërdorohet? Thot kur detyra ju besohet njerëzve që nuk janë të aftë për atë detyrë, por nuk janë kompetent. Domethënë kështu humbesa do thot këtu prej te Kiametin. Andaj
njeri do t'jetë i kujdesshëm se nëse merr njeri përgjegjësi, nuk është i aftë, nuk e kupton atë fushë, nuk e kupton atë natyrë, nuk është i Zoti më në fund, është e ka tradhtu besa që ka dhënë. Se kundër të emanit është tradhtia. E ka tradhtu domethënë shoqërinë ose njerëz që ja kanë besu. Gjithashtu, në lidhje me këtë, autori përmend një kapitull që është e ndaluar me lyp pozitin. Ona është emanet. Atë njëri duhet me ikoni shumë i kujdesshëm. Se ti lype, atë dije që vjen dëshkimi prej Allahut, se ka sjell hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, mos e lyp pozitin. Pozitin e udhëheqës dhe me drejtu diçka. Thot mos e lyp pozitin, se nëse t'japet pa kërkuar ti, u'inta alejha. Domethënë, do të ndihmosh nga Allahu. Nëse t'japet ta besojnë tjerë, sot ti se ke kërku, atëherë komë ndihmo Allahu. E nëse e kërkon ato se t'japet për arsye që ti ke kërku, ukilte ilejha, ki më met vetën pa ndihmën e Allahut. E tonë atë manet kush mund e kryen pa ndihmën e Allahut. E tash veç këtyre tani pse bin problemet në shoqëritë tona ku secili premtime vërteta e të rrajshme, e blej vota, e nxit njerëz me qit votat, e tona veç me marr veç nëse kjo nuk është me kërku, çka ka me kon tjetër me kërku. E tani me prit me marr ndihmë e Allahut, kjo është problem. Kjo është problem. Edhe vazhdoni se hadithi, sot e nëse zotuar bën bej për me bë diçka dhe e sheh që nuk ka mirë me bë atë, atë do theje betimin dhe bën e kompenzimin, bën e shpagimin. Për që so mirë, je zotu mos me bë një punë, për që nuk ka mirë, mos me bë se me bë diçka tjetër më mirë, atë nuk prish punë që të thehet edhe më mirë është me thy besën, po me bë shpagimin për ben që ke bë. Dhe në vazhdim e sjell edhe hadithin tjetër ku e Budhari radhiyallahu anhu, thot ja Rasulullah, ela testa'miluni, thot ja Rasulullah, a nuk kam çakton ai detyrë me angazhu në post në detyrë me kry. Thot un ka godit pejgamberi lehtë mes krave thot në shtëpinë, edhe ka thonë o e Budhar, thot unë shoh që ti i dopt. I dopt me marr, si do të thon për me marr këtë pozitë. Thot fa innaha amana. Thot dhe kjo është emanet. Ti po thu me caktuar që kjo është emanet, nuk është i lehtë. E vazhdon e thot wa innaha yawm al-qiyamah khizyun wa nadama. Kurse ai ditën e kiametit ku me kon poshtrim dhe pendim. Ku me kon shkak i turpit dhe pendimit. Për kon ku me kon shkak i turpit dhe pendimit për dy kategoritë njerëzve. Për ata të cilët e morën dhe nuk janë zot me kry, dhe për ata që janë zot me kry, po nuk mojnë drejtësi. E kesh përdorin, bojnë zullëm, se japin hakun, e shpërdorojnë detyrën që morën, këta dy njerëz, dhe me thonë për ta ku me kon poshtrim, turp, edhe pendim. Për arsye se hadithi vazhdon, ku me kon poshtrim sot edhe turp, edhe pendim, përveç nëse njeri e merr me të drejtë, wa adda alladhi alayhi dhe e përmbush ashtu siç e kërkon ai. Pra e merr me drejt, tu e meritu, dhe e dyta, e qënë vend ashtu si duhet dhe ashtu si kërkuat. Në me kaq për përmbyllëm dersin për sonte, duke lutur Allah subhanahu wa taala që të na ruan nga gjitha mëkatet e mëdha, nga gjitha gjunohet, nga ato që mund t'i bëjmë me vedije e shumë tjera që mund t'i bëjmë pa vedije. E lutem Allah subhanahu wa taala të na fal neve, t'i fal prindët tonë, t'i fal gjithë besimtarë që kanë rrugë para neve. E lutem Allah azza wa jall ta përmirëson gjendjen tonë, gjendjen e familjeve tona, fëmijëve tonë, shoqënisë tonë. Lutem Allah subhanahu wa taala na bën prej atyre që të vërtetin e shohin vërtet dhe e pasojnë, e të keqen e shohin si të keqe dhe largohen prej saj. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.